Në prag të festave të fundvitit, Betlehemi mbetet një nga simbolet më domethënëse të Krishtlindjes. Për John Stephen, ndërtimi i Betlehemit në shtëpinë e tij është një ritual i ruajtur për dekada. Edhe kur besimi ishte i ndaluar, ai e ndërtonte fshetas nëpër masa të vogla, duke ruajtur kuptimin dhe emocionin e festës. Unë Betlehemin e kam nisë qysh moshë fëminore dhe kena bën këtë të improvizu shumë gjana me durët tona. Kohë qarkulloheshin kartolinat dhe ata kartolinat i preqim, si mas figurave, improvizoheshim atë Betlehemin fukarat asaj kohë. Për inercit aty në viteve të përparshme, kuptohet jo më në mënyrë demonstrative, por e maskume dikune në një nga dhomat tona, ku vetëm familjarët ishin prezent të asaj Betlehemit vogël. John Stephen i afrohet Betlehemit si një krijim që bashkon përvojën profesionale me dimensionin shpirtëror. Një regjisor që improvizon mizaskenat, në këtë rast mizaskenat jo të pasaj ngjarje. Unë mundohem mirë besnik asaj çka kanë ullë në atë periudhë kohët. Betlehemi i shtëpisë është një vepër artistike që lë pyetje për vazhdimsinë. Dhe dikur kam menduar se kam për të trashëguar fëmijëve të mi. Epoka sjellin këtë mënyrë që është tepër e vështirë me dhënë një farë garancie se ky Betlehem ka për të pas vazhdimsi. Betlehemi ndërtuar në shtëpinë e John Stephens vijon të ruajë të njëjtin kuptim prej dekadash, një rit i përvitshëm që ruan besimin dhe vazhdimsinë e traditës.